Tuna rrëzohet në skenë teksa përgatitet të nisë performancën. Këngëtarja e njohur shqiptare, Tuna, u përball me një moment të sikletshëm gjatë një performance të fundit, kur u rrëzua sapo hyri në skenë. Sapo u shfaq para publikut, duket se këngëtare si ngeci këmba apo u pengua në ndonjë gjë. Çka e bëri të humbas ekuilibrin dhe të përfundoi në tokë për pak sekonda. Megjithatë, Tuna reagoi me profesionalizëm. U ngrit menjëherë, pas një lëndim, dhe vazhdoi performancën sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Publiku e priti me duar trokitje, ndërsa ajo tregoi edhe një herë forcën dhe përkushtimin ndaj artit të saj. Ky moment u bë shpejt viral në rrjetet sociale, me fansa që e vlerësuan për mënyrën se si e përballoi situatën me klas. Kujtojmë se Tuna është njeri shumë sportive dhe situatën e kaloi lehtë. Sporti i saj i preferuar është boksi. Ajo është e bija e një ish kampioni në boks. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.